Vlera e shehadetit. La ilaha illallah. Për këtë fjalë është krijuar toka dhe qiejt. Për këtë fjalë janë krijuar të gjitha krijesat. Allahu i madhëruar thot: gjindet dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të më adhurojnë. Surja Dhariyat 56. Për këtë fjalë është krijuar dunjaja dhe ahireti. Për këtë fjalë Allahu i madhëruar ka dërguar lajmëtar. Për këtë fjalë ai ka shpallur libra dhe ka vendosur ligje. Allahu i madhëruar thot: ne nuk kemi nisur asnjë të dërguar para teje, që të mos i kemi shpallur se s'ka zot tjetër përveç teje, andaj më adhuroni vetëm mua. Surja Anbiya 25. Për këtë fjalë janë vendosur peshoret e veprave. Për këtë fjalë janë përcaktuar librat e veprave të njeriut. Për këtë fjalë është krijuar xheneti dhe xhehenemi. Për shkak të kësaj fjale njerëzit janë ndarë në besimtar dhe jo besimtar, të përkushtuar dhe të shturur. Kush e pranon këtë fjalë, shpëton. Kush e refuzon këtë fjalë, është fatkeq. Kjo fjalë është shkaku i krijimit të çdo gjëje. Është shkaku i shpërblimit dhe ndëshkimit në sajt të kësaj fjale. Libri i veprave merret ose në të djathtë, ose në të majt. Kjo fjalë rëndon peshoren e veprave të njeriut ose lehtëson atë. Kjo fjalë shpëton njeriu nga zjarri i xhehenemit dhe refuzimi i saj e mban njeriu përjetësisht në xhehenem. Kjo fjalë është e vërteta, për të cilën është krijuar çdo gjë. Me këtë fjalë Allahu i madhëruar ka marrë besën nga të gjitha krijesat. Për këtë fjalë, edhe për detyrimet që rrjedhin prej saj, do të pyeten dhe do të merren në llogari njerëzit. Për këtë fjalë është përcaktuar kibla dhe për këtë fjalë ka zbritur feja. Kjo fjalë është e drejta e Allahut të madhëruar ndaj të gjithë robërve të tij dhe detyrimi i të gjithë krijesave ndaj Allahut të madhëruar. I dërguari Allahut alayhis salam ka thënë: detyrimi i njerëzve ndaj Allahut është që të adhurojnë atë dhe të mos i përshkruajnë atij asgjë. Kjo fjalë është mirësia më e madhe që Allahu i madhëruar u ka dhuruar robërve të tij besimtar. Shehadeti është fjala e Islamit dhe çelësi i xhennetit. Me këtë fjalë mbrohet jeta dhe pasuria. Për shkak të kësaj fjale është ligjëruar xhihadi. Shehadeti është baza e fesë dhe themeli i saj. Është çështja kryesore e fesë dhe trungu i saj. I dërguari Allahut alayhis salam ka thënë: Islami është ndërtuar mbi 5 shtylla. Dëshmia se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i Allahut, falja e namazit, dhënia e zakatit, agjërimi i Ramazanit dhe kryerja e haxhit për atë që ka mundësi. Shehadeti është lidhja më e fortë, është fjala e vërtetë, është e vërteta, është fjala e përkushtimit, është fjala e qëndrueshme dhe e përjetshme. Shehadeti është fjala e mirë dhe sevapi më i madh. Shehadeti është dëshmia e drejtë, fjala e sinqertë, thirrja e vërtetë, dhikri më i mirë dhe fjala më e mirë që kanë thënë të gjithë të dërguarit alayhis salam. Shehadeti është puna më e mirë që mund të bëjë njeriu. 8 dyert e xhenetit hapen për atë që e thot këtë fjalë. Shehadeti është fjala e madhe, për të cilën do të pyeten të gjithë krijesat, nga i pari tek i fundit. Askush nuk do të lëviz para prezencës së Allahut të madhëruar, pa dhënë përgjigje për 2 pyetje. Çfarë keni adhuruar dhe si ju përgjigjet të dërguarve? Përgjigjja e pyetjes së parë është praktikimi i fjalës La ilaha illallah, duke i njohur këtë fjalë, duke e pranuar dhe duke punuar me të. Ndërsa përgjigjja ndaj pyetjes së dytë është zbatimi i fjalës Muhammedun Resulullah, duke i njohur atë, duke e pranuar dhe duke e pasuar, sepse Muhamedi alayhis salam është robi i Allahut dhe i dërguari i tij. Është besniku për shpalljet e tij, është krijesa më e mirë e Allahut të madhëruar. Ai alayhis salam është ura lidhse mes Allahut të madhëruar dhe robërve të tij. Ai u dërgua me fenë e vërtetë te rrugën e drejtë. Allahu i madhëruar e ka dërguar Muhamedin alayhis salam mëshirë për të gjitha krijesat. E ka bërë imam të përkushtuarve dhe argument për të gjitha krijesat. Nëpërmjet Muhamedit alayhis salam, Allahu i madhëruar i orientoi njerëzit për tek e vërteta dhe për tek rruga më e qartë. Nëpërmjet Muhamedit alayhis salam, Allahu i madhëruar çeli sytë të verbërve, zbuti zemrat e ngurta dhe hapi veshat e shurdhët. Allahu i madhëruar e ka bërë detyrë bindjen, mbrojtjen, ndihmën, respektin dhe dashurinë për Muhamedin alayhis salam. Allahu i madhëruar ka lënë të hapur vetëm një rrugë që të çon në xhenet, dhe ajo është rruga e Muhamedit alayhis salam. Dyert e xhenetit do të hapen vetëm për atë që ndjek rrugën e Muhamedit alayhis salam. Allahu i madhëruar i hapi zemrën Muhamedit alayhis salam me Islam. E lartësoi emrin e Muhamedit alayhis salam, duke ia bashkëngjitur emrit të tij, La ilaha illallah, Muhammedun Resulullah, dhe ja largoi mundimet dhe peshën që kishte mbi supe. Kushdo që pason Muhamedin alayhis salam është udhëzuar dhe ka shpëtuar.
Allahu i madhëruar e ka kushtëzuar lumturinë e dy botëve me pasimin e rrugës së Muhamedit a.s., ndërsa e ka bërë fatkeq në të dy botët çdo person i cili e kundërshton rrugën e tij a.s. Ata që ndjekin rrugën e Muhamedit a.s. janë të udhëzuar, të sigurt, të shpëtuar, krenar, nuk ka nevojë për asgjë, janë të mbrojtur, janë të përkushtuar dhe kalojnë një jetë të mirë si në dunja, ashtu dhe në ahiret. Allahun e lutim që këtë fjalë ta vëmë në zbatim dhe fjala jonë e fundit të jetë: La ilaha illallah, Muhammedun Resulullah.